Dhe pa diskutim që jam i keqardhur që mbledhja e kryesisë është vendosi komplet fokusin nga protesta tek diskutimet e brendshme. Nëse ka kishte mendime të ndryshme. Do ecim përpara, çdo ndryshim nuk vjen pa sakrifica dhe pa reagime dhe pa përplasje, do vazhdojmë do të ecim përpara. Çdo akuzë dhe çdo idiotësie do t'i përgjigjemi me fakte konkreta. Vendimarrja e Partisë Demokratike, e cila ishte e paqartë në shumë situata, bën përgjegjës. Ju kujtoj një rast saktuar në zgjedhjen e ish-presidentit Bamir Topi, në momentin që 6 deputet të Partisë Socialiste votuan për presidentin e asaj kohe, pati dorëheqjet me njershme. Ne nuk mund të rrim peng i interesave personale edhe kështu me radhë. Po bëj përgjegjës drejtuesit e Partisë Demokratike për paqartësinë strategjike në vendimarrjet caktuara, sepse kanë folur në strukturë.